Dua ta nis fjalën time me një falënderim të posaçëm për Valentinën edhe Bjornin që janë këtu bashkë me ne sot. Dhe është një falënderim jo thjesht formal, por është një falënderim i domosdoshëm për faktin se për ne ka qenë shumë e rëndësishme puna e këtij komisionit posaçëm dhe ka qenë shumë e rëndësishme që kjo punë të jetë një punë e një grupi kompleks institucionesh dhe burimesh njerëzore, dhe prania e tyre këtu sot është në të njëjtën kohë edhe një vlerësim i kësaj pune. Përpara pak kohe doli një anketë për nivelin e mbështetjes Bashkimit Evropian brenda Bashkimit Evropian nga ana e popujve që përbëjnë familjen evropiane, një anketë e cila publikohet qysh prej vitit 1983. Dhe qysh prej vitit 1983, Bashkimi Evropian nuk ka qenë më popullor brenda perimetrit vet në këndvështrimin e popujve të vet se sa aktualisht. Është një ndryshim dramatik i këndvështrimit popullor në Bashkimin Evropian, që natyrisht vjen si rezultat i faktit se çka ishte marrë deri para pak kohësh si e mirë qenë, nuk është më e mirë qenë. Dhe instinktivisht popujt e Bashkimit Evropian, unë them pjesa perëndimore e përgdhelur nga fakti se për e të parë në histori, një gjenerat e tërë nuk ka parë një luftë, se nuk kishte parë një luftë, janë vetëdijsuar se Bashkimi Evropian është edhe një perimetër sigurie. Një perimetër sigurie brenda të cilit vendet dhe popujt që e përbëjnë ndjehen dhe duan të mbeten të pa kërcënuar në të gjitha ato që kanë arritur dhe mbi të gjitha në lirinë e tyre individuale dhe në barazinë e tyre përpara ligjit. Patjetër, pastaj edhe në të gjitha aspektet e tjera që e bëjnë Bashkimin Evropian një krijesë të jashtëzakonshme politike. E solla këtu këtë për të thënë që për ne shqiptarët ka qenë përgjithsisht më e thjeshtë dhe mbetet më e thjeshtë pseja e domosdoshmërisë së të qenit antar të Bashkimit Evropian. Për ne shqiptarët, qenit antar të Bashkimit Evropian është të qenit përfundimisht të lirë nga historia jonë, nga hija e historisë sonë, dhe të qenit përfundimisht sigurt se liria jonë individuale dhe barazia para ligjit për të cilën po bëjmë këtë përpjekje të madhe nuk do të jenë më një atribut i lëvizshëm në varësi nga kush qeveris këtu në Tiranë. Dhe
lidhur me arsye pse jemi këtu sot, kjo bëhet edhe më e qartë, besoj unë, në këtë sfond ku jeton dhe merr frymë aktualisht Bashkimi Evropian. Qysh prej nisjes së punës komisionit, e cila kujtoj se u shoqërua me konfuzion, me mosbesim, me teori konspiracioni, të cilat fatkeqësisht prekën edhe miqt përfaqësues të komunitetit demokratik këtu në Tiranë. Është shumë interesant se si Tirana, Shqipëria ka kapacitetin të infektoj miqt që vinë nga vende shumë më të ftohta me atë sharmin edhe me shijen e tashathemeve. Dhe kjo bëri që komisioni të hyjë në një fazë ku nga një anë ne besonim shumë dhe sot është e qartë besoj në dobinë e tij, eksaktësisht në funksion të një fjale që Valentina e përmendi në adresimin e saj, që është fjala konsolidim. Konsolidim i të gjithë këtij procesi dhe i gjithë këtij progresit bërë në funksion të antikorrupsionit dhe të sundimit të ligjit. Përmes mbi të gjitha mirëqeverisjes në tërësi. Dhe qysh prej 27 majit, kur komisioni ka nisur punën, ne sot jemi në një nivel tjetër, kemi hapur zyrtarisht 2 grup kapituj të negociatave, kemi ambicien të hapim të tjerë në vijim dhe jemi pozicionuar më mirë se asnjëherë në të gjitha renditjet europiane në fushën e mirëqeverisjes dhe të antikorrupsionit. U përbënd këtu nga zëvendësekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës apo nga Valentina vlerësimi i Grekos për parandalimin e korrupsionit, vlerësim që na ngjiti 18 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit në Transparency International, vlerësim që nga ana tjetër u bë edhe nga Sigma, që na vendosi qartësisht si një vend lider në rajon për administrimin e financave publike, për prokurimin publik, për menaxhimin e burimeve njerëzore, koordinimin e politikave, vlerësim që u bë nga Bertelsmann Foundation për Shqipërinë si një nga 8 vendet ndër 137 shtetet botës me progresin më thelbësor në dekadën e fundit në aspektin e qeverisjes dhe në tërësi një vlerësim që neve na thot shumë për të na inkurajuar, por nuk na pengon që të vazhdojmë të këmbgulim në një pikë. Konsolidimi. Konsolidimi i domosdoshëm i gjithçkaje që është në proces. Sepse gjithçka është ende e kthyeshme. Është ende e brisht, është ende vulnerabël dhe për këtë arsye na duhet Bashkimi Evropian. Me çdo kusht dhe me çdo çmim, ne na duhet Bashkimi Evropian.
Dhe na duhet të hymë në atë derë që është hapur sot si një mundësi jo vetëm reale, po aktuale, një derë që është hapur me premisën që deri në fund të 2027-ës ne mund të mbyllim negociatat si një vullnet i dyanshëm dhe një derë që mund të mbyllet nëse ne nuk jemi të shpejt dhe të fokusuar për të shfrytzuar hapësirën e kohës që kemi në dispozicion. Mund të mbyllet sepse historia e zgjerimit tregon që ajo derë hapet dhe ajo derë mbyllet. Historia e zgjerimit tregon që fatet e vendeve që duan të hynë në atë derë dhe të vendeve që janë pas asaj dere jo gjithmonë përputhen. Interesat jo gjithmonë përputhen. Dhe prandaj ne jemi shumë të bindur që ky komision, puna e cilit do të vazhdoj edhe në legislaturën e ardhshme, që të jemi shumë të qartë, është kyç për të mundësuar jo vetëm hyrjen në atë derë, por dhe qëndrimin aty si një vend me një proces të konsoliduar të garancive të lirisë individuale dhe barazisë para ligjit. Nuk ka liri individuale dhe barazi para ligjit askund tjetër. Përveç se në këtë sistem që kemi zgjedhur dhe për ne askund tjetër përveç se brenda Bashkimit Evropian. Dhe besoj që ne e kemi treguar dhe po e tregojmë për ditë që jemi shumë ambicioz, që nuk na mjafton të bëjmë minimumin, na duhet të bëjmë maksimumin dhe ndër shumë shembuj që mund të sjell, po sjell shembullin e prokurimeve publike. Ne jemi vlerësuar më lart nga të gjithë vendet e rajonit, me diferencë nga vendi i dytë për hir të vërtetës në prokurimet publike, nga Sigma. Por në ndërkohë ne po punojmë për të krijuar një model revolucionar të inteligjencës artificiale për prokurimet publike. Në bashkëpunim me Microsoftin dhe me grupin e Mira Muratit, ne jemi duke bërë progres të konsiderueshëm dhe kemi besimin e arsyeshëm që vitin e ardhshëm do të kemi një model të prokurimeve publike pa përfshirjen e njeriut në 95% të procesit, që do thotë do të kemi një instrument që faktikisht do të çojë korrupsionin dhe mundësinë e korruptimit të proceseve të prokurimit publik drejt zeros, fal inteligjencës artificiale. Për të shkuar më tutje, duhet të kujtoj që komisioni i posaçëm ka qenë rezultat i një ndjenje alarmi. Një ndjenje alarmi të brendshëm përballë gjithë malit të negociatave dhe përballë sfidës së jashtëzakonshme të koordinimit të një numri të jashtëzakonshëm institucionesh dhe burimesh në funksion të negociatave. Nuk negocion qeveria e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do antarësoj qeverinë e Shqipërisë. Negocion gjithë shtetet shqiptar, negociojnë një numër i madh institucionesh të pavarura, agjencish të pavarura dhe nevoja që kjo skuadër kombëtare të jetë e koordinuar është themelore. Kush, ku, si mund të koordinojë të gjitha këto forca në funksion të arritjes të rezultatit? Askush përveç Parlamentit të Shqipërisë. Dhe askund përveç Parlamentit të Shqipërisë nuk mund të gjendet
ajo hapësirë ndërveprimi kombëtar në funksion të arritjes së rezultatit të shumë pritur për kombin, për popullin, për vendin tonë. Përpara kujt do përgjigjet cili do nga institucionet që nuk performon si duhet në tryezën e negociatave. Përpara qeverisë nuk është e mundur. Qeveria përgjigjet për veten e vet dhe edhe qeveria shkon jep llogari në parlament nëse nuk është duke përmbushur një objektiv të këtij procesi historik. Atëherë të gjithë duhet i referohen kuvendit. Nga ana tjetër, celebrimi i atyre që kemi arritur është i lehtë, por përmirësimi dhe adresimi i çfarë kemi mësuar në 10 vjet se nuk shkon është i vështirë. Dhe nuk mund të ketë përmirësim të mirë adresuar nëse të gjithë nuk kontribuojnë nga këndvështrimi i tyre për si dhe qysh duhen prekur ligjet dhe si dhe qysh duhet ndërhyrë në ngrehinën që kemi ngritur së bashku, që ajo ngrehin të funksionojë shumë më mirë. Edhe sirena në sfond është kolona zanore më perfekte për këtë që unë po përpiqem të them. Besoj që garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfida dhe e përsëris. Në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm. Po deri kur ne të jemi në Bashkimin Evropian, ky duhet të jetë alarm i vazhdueshëm që reforma në drejtësi të jetë e pakthyeshme, që institucionet e reja drejtësisë që janë patjetër të përmirësueshme, si çdo institucion tjetër, duhet të jenë të paprekshme në kuptimin e ekzistencës tyre, që të mos ketë mundësi që cilado forcë politike apo cilado konfiguracion forcash politike të kërcënojë zhbërjen ose përmbysjen. Dhe këto gjëra kanë ndodhur në historinë e Shqipërisë më shumë se sa një herë dhe nuk ka asnjë arsye për të menduar se këto nuk mund të ndodhin. Prandaj është i rëndësishëm ky komision, prandaj është shumë e rëndësishme që pakthyeshmëria të jetë një nga pikat kyçe të referimit tonë. Ashtu si kundër, gjithëpërfshirja është një problem shumë i madh në Shqipëri. Unë i uroj suksese kryetares kuvendit në ambicien e saj për t'i dhënë fund konfliktit politik. Por është një ambicie që kërkon një kapacitet të rishkrimit të historisë, dhe jo të rishkrimin në letër, po të rishkrimin në mendje. Do duhet kohë, ama nëse palët politike kanë të vështirë të bëhen bashkë, nuk mund ta kenë të vështirë institucionet që të bëhen bashkë. Nuk mund ta kenë të vështirë pushtetet e pavarura nga njëri tjetri që të bëhen bashkë. Dhe të bëhen bashkë pikërisht në emër të pavarësisë për njëri tjetrit për të kontribuar për një proces reformimi dhe ligjbërje dhe shtetbërje që është në fundit misioni i tyre i përbashkët, secili në pozicionin e vet. Ashtu si kundër, ekspertët e pavarur që janë angazhuar nga bota akademike apo nga jeta e përditshme që në mënyrë ose një tjetër lidhet me këto tema, apo ekspertët e huaj që i falenderoj për punën e tyre, kanë nevojë për një hapësirë ndërveprimi. Nuk mund të jetë kjo hapësirë ndërveprimi një hapësirë që e krijon qeveria. Por në parlament është krejt ndryshe dhe u vërtetua
nga koha që Komisioni krijoi një momentum angazhimi gjithëpërfshirës shumë përtej mureve të institucioneve, e shtriu këtë debat kudo ku Kuvëndi si një institucion që ka legitimitetin e duhur për ndërmarrë reforma mund të angazhojë forcat tjera dhe nuk u pa asgjë nga ato që u paralajmëruan përkundrazi, u pa që aktivist shumë kritik ndaj qeverisë, për të vërtetës, ekspert, pedagog, njerëz që emrat e cilëve unë i njoh sepse shajnë qeverinë në mënyrë organike, u bën bashkë për këtë proces. Dhe ky proces është edhe një proces kabërcimi për vetë Kuvëndi. Ne duhet jemi të vërtet me njëri tjetrin. Kuvëndi i Shqipërisë nuk është në lartësinë ku duhet jetë dhe ku ky proces mund të dhaqojë pa diskutim. Sepse Kuvëndi i Shqipërisë do të jetë për një kohë gjatë në një rol të dyfisht, rolin e politikë bërjes brendshme dhe rolin e koordinimit dhe e mbikëqyrjes së një procesi që shkon përtej dhe vetë antarësimit. Sot Kroacia është antare e Bashkimit Evropian për shumë vitesh dhe ka akoma në Kuvend një strukturë e cila ndjek çështje që lidhen me transparencën dhe me sundimin e ligjit, një strukturë që e ka pasur përpara sa të bëj antare e Bashkimit Evropian. Dhe nga të gjitha çfarë ne kemi kuptuar, rezulton një strukturë e nevojshme, efikase, edhe sot. Në fund dua të them që ne nuk kemi asnjë zgjedhje tjetër dhe nuk duam asnjë zgjedhje tjetër për të vërtetës. Ne kemi vetëm një zgjedhje, vetëm një plan, vetëm një rrugë, që është Bashkimi Evropian. Për ne është shumë e qartë. Ne nuk jemi perëndimor të përkdhelur nga fati. Ne nuk jemi rritur aty dhe ashtu si janë rritur ata që janë rritur në Europën e viteve 70, e viteve 80. Ne jemi rritur në ferr. Dhe ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë më tepër se sa një bankomat. Ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është vendi i shpëtimit ton nga historia jo. Dhe ne kemi shumë të qartë që Bashkimi Evropian është edhe këndi nga ne duhet shohim vetë historinë tonë. Ne s'mund ta shohim Bashkimin Evropian me sytë e të shkuarës, ne duhet shohim të shkuarën me sytë e Bashkimit Evropian. Dhe për ne kjo është shumë e qartë, prandaj dera që është hapur duhet shfrytzuar sa pa u mbyllur. Dhe unë jam këtu për ta konfirmuar këtë fuqimisht bashkë me gjithë të tjerët. Besojmë pa kushte në këtë proces. E dim shumë mirë që Bashkimi Evropian nuk është një park ku shkohet për qef, është një familje jo e lehtë për të qenë pjesë, por ama është e vetmja familje ku ne mund të jemi përfundimisht sigurt dhe ku ne mund të kemi përfundimisht një të ardhme të pakërcënuar për ditë kanë shkuara.
Kështu që me një falenderim edhe një herë dhe nuk besoj se po e tepëroj, po realisht dua t'i falenderoj të gjithë ata që na u gjendën kur i thon shqip, se këtë nuk e përkthen dot për këtysi. Na u gjendën në këtë ditë të ngatruar, ku gati sa nuk na vun me shpatulla për muri si një grup subversiv që u krijua për të vrarë fëmijën që pollën vetë. Dhe e vlerësojmë shumë këtë gjë, kush na besoi, tani e kupton që është krejt e kundërta, dhe kush nuk na besoi e ka të vështirë që t'jetë prezent sot, po do vi, se s'ka ku shkon. Kështu që me një kujtes po ndahem nga kjo foltore, që nga viti 1912, Bjorn, për djenin tënde, ne jemi bërë të pavarur në 1912. Dhe kemi krijuar qeverinë e parë në 1912. U ndam të fundit nga Perandoria Otomane, se ne përgjithsisht jemi shumë besnik ndaj perandorive. Edhe ndahemi nga perandorit, mbasi perandorit ndahen nga vetvetja. Do me thënë, kur otomanët vetë e kuptuan që si ja vlente më edhe lanat punë, pastaj dolëm ne. Edhe këtë punë kemi pas gjithmonë dhe kështu do jetë dhe me BE-n. Nëse një ditë ju do të çmendeni dhe do doni ta shkatroni BE-n, ne nuk e lëm BE-n. Do krijojmë qendrën këtu në Shqipëri. Brukseli do jetë në Tiranë. Edhe kush të doj të rri me ne do rri, kush mos doj s'do rri, por ne do jemi prapë të fundit. Kështu që në 1912 deri përpara 3-4 vitesh, këtu në Shqipëri, Bjorn, nuk është bërë asnjë hetim i pavarur për asnjë individ me pushtet politik. Kemi pasur ne ministra dhe deputet të pushkatuar, të varur litar, të përzën nga vendi, por jo nga gjykatat pavarura. Fati i tyre është vendosur te zyra ime. Aty kur unë vajta në zyrë, ishte shpata që e mban në dorë ajo zonja drejtësisë tek ajo statuja e vjetër që ju norvegjezët e keni të mirë njohur. Ishte shpata aty. Dhe kjo është arsyeja pse në Shqipëri, në kohën mbasi ne shëmbëm regjimin komunist, ka pasur akoma të burgosur politik. Kryetari i opozitës, paraardhësi im në Partinë Socialiste, ka qenë në burg politik, sepse u vendos të zyra ime nga paraardhësit e paraardhësve. Sot kjo është ndryshe. Ne kemi dorëzuar shpatën. Drejtësia sot përmes institucioneve të reja thret në pyetje këtë doj, vënën e hetim këtë doj, ngre akuza për këtë doj dhe dënon këtë doj, në kuptimin këtë doj. Kë gjen fajtor. Edhe pak këtë doj, po kë gjen fajtor përgjithsisht. Kështu që ne nuk kemi asnjë pishmani, themi ne nga perandoria e vjetër kësaj, pendes për këtë përkundrazi. Edhe pse kjo është një rrugë e vështirë, ka ato problematikat e veta, ka ato tëmetat e veta, ka dhimbjet e veta, është e vetmja rrugë, nuk ka një tjetër. Çdo rrugë tjetër është kthim mbrapa në të kaluar. Kështu që ne jemi shumë të vendosur ta konsolidojmë të proces, ne jemi shumë të vendosur që së bashku me ju, me mbështetjen e ndihmën tuaj dhe me qira fjala
nuk e prisja që do vinte një ditë që unë do shpresha me tone shumë pozitive për Këshillin e Evropës, sepse prej vitesh Këshilli i Evropës më zhdukur paksa si një mauzoleum i të drejtave, por jemi shumë mirënjohës realisht për ekspertizën që kemi marrë nga Këshilli i Evropës për këtë proces të komisionit. Edhe e di shumë mirë që Valentina nuk bëhet xheloze, se bëhen ngelëm duke e falenderuar mëngjes drek darkë. Muslimanët falen 5 herë, i falen Allahut 5 herë. Ne i falim e bëhes më shumë se 5 herë në ditë. Kështu që për një herë nuk do të mërzitet Valentina që unë po veçoj Këshillin e Evropës. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit i nderuar kryeministër, duke ju falenderuar edhe një herë të gjithëve për praninë tuaj sot në këtë sallë. Ju ftoj tani për një pushim kafeje 15 minuta, e cila do shërbehet pranë sallave ku do zhvillohen diskutimet nëpër panele. Konkretisht paneli i parë i mirëqeverisjes do jetë në të majtën tuaj në sallën